Mbrëma. Për herë të parë nënkryetar partie Belin Kolliqi, Erisa Bajaziti, Nikola Kelli, nënkryetar të Partisë Demokratike. Janë me mua sonde në studio, me njerë pas rizjetës. Bajaziti, faleminderit. Faleminderit juve. Dhe urime. Faleminderit. Niko, faleminderit, urime. Faleminderit. Belin, në shaktimit, urime. Faleminderit. Bashkë mua është dhe kolegu Enton Abilekaj. Enton, do të filloj me ty, merë në pyetje cilin duash. Jo, unë kam sa përqarësi që duhet t'i sqaroj. Me qenë se këtu s'ka oponentës, po është normali të kërkoj, t'a bi vetë. Po pse e bindur që unë zoj voj oponentës? Jo, s'ka oponentës të ftuar, mo ti e ftuar, po ti e gjithmonë oponent i të ftuar, kështu që di edhe. Falë kundërshtari. Është kundërshtari të ftuar. Por, unë po konfirmoja pak numrin e nënkryetarëve me statutën e Partisë Demokratike sot. Atë që ishte në faqe. Dhe aty vazhdojnë të thoshte që janë 2 nënkryetarë. Ndërkohë që sot ka 5 nënkryetarë. Statuti dihet që ndryshon Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike. A është bërë ky ndryshim dhe nuk është reflektuar? Apo... Po ke parë në web? Po, të statuti i Partisë Demokratike. Është problemi webit, nuk ka... Sa është numri nënkryetarëve realisht në statut? Është 5. Janë 3 nënkryetarë që janë të zgjedhur, që jemi ne këtu, dhe janë 2 nënkryetarë që janë ex officio për shkak të funksioneve parlamentare. Pra, kryetari i grupit parlamentar... Dakor, atë e di unë, po nuk di që numri ka mbetur ashtu. Jo, nuk është reflektuar në web. Nuk është reflektuar. Se e kam parë unë atë dokument, ishtë dokument i ndryshimeve që i statutit të ri që kaloi pas rithemelimit. Ka që prilli i vitit 2022. Pas e janë akoma aty Më pas, Këshilli Kombëtar ka bërë ndryshime të veta, të cilat do ratifikoheshin më pas. Do t'i thot dikur sekretari të ri të përgjithshëm që ka ndryshuar statutit, ta ndryshoj. Jo, ke shumë të drejtë. Apo jo, detyra e sekretari i ri i përgjithshëm që është zgjedhur ditën e djeshme është e para që drejton sekretari i ri digital, duhet ta sekretari për çështjet e IT-së sepse këtu ka një problem me të ndryshimet, t'jap një kështu shtys tjetër unë tani që... Tani ne, zotin Noka, mund ta kritikojmë për shumë gjëra, po t'i kërkojmë që të mësoj dhe përdorimin e webit është shumë. Të rrim këtu ku jemi. Të mos e përdor webin, zotin Noka. Po të bëj dikush, pra duhet ta ketë dikush detyrë. detyrë. E kanë sekretarin. Është detyrë e sekretarit përgjithshëm. Sekretari i përgjithshëm thot kujdeset për funksionin e partisë, apo jo? Për çdo gjë funksionon në parti. Dhe të ndihmojnë sekretarët. Tani, se kush sekretar është përgjegjës për të gjuhën se di, duhet ta di sekretari i përgjithshëm. Sekretari i ri i përgjithshëm. Doja shumë të jetoja në një vend, në një Shqipëri të tillë ku problemi më i madh do ishte faqja e webit e Partisë Demokratike. Problemi më i madh mendoj unë është kjo. Shiko, kam pasur çfarë ndryshoi Partia Demokratike, këtu dilja unë, ditët e webit e PDSH-pikali dhe... Shiko, Enton. Enton, për ta bërë si shembull, ja një sekond. Kam pasur një botus, që unë respektoj. Nuk dinte të përdorte kompjuterin. Dhe kur bonte editorialet në dark, heste në këmbë dhe fliste si miting dhe shkronte ajo zbar. Se vetë nuk dinte të nisë kompjuterin. Por kjo nuk do të thotë se përmbajtja e qëndrimit e tij ishte e pa bazë. Fakti nuk po vënë në diskutim që me zotin Noka. Qëndrimet e zotit Noka kanë qenë gjithmonë parimore dhe bashkëkohore. Por duhet të them që sekretari i përgjithshëm nuk ndryshoi. E ke pas dhe kolegë Ylur Akimi, se keni qenë të dy të ftuar si analistë shumë herë. Si analist asnjëherë zoti Noka, po si përfaqësues i Partisë Demokratike. Dhe uroj mos u ndodh më. Por, pse e them këtë? Sepse kur flasim për imazhin e Partisë Demokratike, flasim në radh parë për sekretarin e përgjithshëm, që është një nga njerëzit që kujdesen për moralin e partisë. Nëse Sali Berisha merr 500.000 vota në partinë e Flamur Nokës, bravo qoftë, është shumë aftë. Problemi është që kjo partia s'ka funksionuar në gjithë të zgjedhje. Dhe i pari një që konfirmohet është sekretari i përgjithshëm. Tani para se të flasin në story, tani repliket do e bëjmë bashkë. Ti ndajë mendin këtu, kemi zgjedhje apo s'kemi zgjedhje? Jo, kemi zgjedhje, nuk po flas për... Jo, një sekond. Nuk po flas për ta tretën. Në Shqipëri ka apo s'ka zgjedhje? Tani nëse në Shqipëri s'ka funksionuar PD-ja në zgjedhje, nuk është faj Flamur Nokës i Sali Berishës, po që se ka zgjedhje. Pra çka ne vjen dakord që këtu s'ka zgjedhje. Në qoftë se tani ti e din simpatinë time për amballazhin e zotit Noka. Por do të bëj një pyetje tjetër. Me gjeni parti tjetër. Ja të bëj një pyetje. Me gjeni parti tjetër, një parti tjetër. 1, 2, 3. Jo, nuk kam. Ka për viteve që gjën dot 3 nënkryetar. Për top 3 se mund të flasë fjalë mira. Më gjej pra i partit. Duhet të flas fjalë do bëj oponencë që më ngothe, se po të flas për ta 3 s'kam çfarë them. Jam njohur fillimisht ka disa vite me